Përshëndetje miq, ja ku vim në pjesën e dytë të emisionit TikTok. Siç anonçova pak më përpara këtu në TV Televizion, do kemi në lidhje të drejtë për drejtë zotin Sokol Kondi, pedagog të Tirana Business University dhe një nga njohësit më të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe gjeopolitikës. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të kemi në emision të drejtë për drejtë, Sokol. Dua të flas pak me ty në lidhje me rezultatet e sondazheve shkurtimisht. Më shumë e kam tek metodologjia dhe mënyra që përdoren. Si i gjykon këto rezultatet prapë të sondazheve dhe vetë personalisht të zhduk ndonjë surprizë apo je skeptik? Shiko, nuk pres ndryshime të mëdha, megjithëse duhet të thënë që ka zhvillime, ka risi, ka prurje të reja, politika nuk është në vend numëror, nuk është në stagnacion. Tashmë mbas 12-13 vitesh që forcë qeverisë mban hallkat kryesore të pushtetit, qoftë aty qendror, qoftë aty lokal, duket se edhe në mos do të ketë një ndryshim, do të jetë një rezultat gjithsesi do të jetë shumë konkurrues dhe më i ngushtë në krahasim me zgjedhjet e tjera ku fitore ka qenë më e lehtë, qoftë në tavolina apo qoftë në përballje direkte me konkurim me të gjithë makineritë në dispozicion që kanë partitë e mëdha opozitare dhe ato qeverisë. Qartë. Sokol, zoti Dumani është në prag të përfundimit të mandatit si kryetari i SPAK-ut. Dhe këto 3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit, kryefjala, madje le të themi subjekti kryesor që ka përcaktuar të bërin politik, ngjarjet politike, emisionet, banaqe televizive, temën e njerëzve, temën e ditës ka qenë pikërisht arrestimet ose hetimet që ka hapur SPAK-u. Dhe ngjarja e fundit e madhe, e cila ka shkaktuar një vorbut të madhe politike, ka qenë arrestimi i zotit Erion Veliaj. Tani, si e gjykon të gjithë veprimtarinë që ka bërë SPAK-u këto 3 vite në udhëheqjen e zotit Dumani, a duhet të mandatohet dhe çfarë shikon ti që është bërë mirë dhe çfarë shikon që mund të jetë bërë keq? Pra cilat janë argumentet pro dhe argumentet kundër? Nëse mund të qojmë kështu. Po e njëjtë nga do duhet të rimandatohet apo jo. Unë mendoj se në frymën e ligjeve dhe të drejtësisë është pikërisht që çështja duhet të rimandatohet apo jo dikush. Kushdo qoftë ku përfaqësues i lartë Dumani apo një tjetër, nuk është çështje e dëshirave të personalit publikut apo të politikës. Por instancave të një drejtësie të pavarur, e cila vendos nëse dikush duhet të vazhdojë apo jo me të detyrë. Ka struktura që bëjnë atë analizë më mirë se ne, por sigurisht perceptimi publik për zotin Dumani është ajo e një heroi, le të themi. Ato që ka bërë ai dhe SPAK-u në këto vite është një diçka që deri dje ishte një ëndër dhe që i pa imagjinueshme. Dhe pa dashur që t'i jap meritet veçanta dikujt nga politika për këtë, sepse shumë kush, qoftë nga opozita apo nga qeveria rreth gjoksin që pa reformën në drejtësi kjo s'do të ishte mundur. Unë mendoj se reforma në drejtësi ishte produkti i kohës, pra Shqipëria nuk kishte ku të shkonte më pa një reformë të tillë nëse do donte vërtet që të ecte përpara drejt Evropës së Bashkuar politikës, sepse asaj territoriale dhe gjeografike ne i përkasim qysh nga herët. Kështu që sigurisht puna e tij është për t'u admiruar. Fakti që ai atakohet dhe sulmohet nga të dyja kampet politike është një shenjë e shëndetshme për pavarësinë dhe funksionimin e SPAK-ut si një strukturë e pavarur, që nuk sheh në sy askënd. Nëse deri dje njerëzit ishin skeptik se a do të ketë një funksionar të lartë politikës që do të vihet para drejtësisë apo qoftë do të arrestohet, gjykohet apo dënohet, sot jo vetëm që kjo është realitet, është diçka e përditshme, por po kalohet edhe në atë fazën tjetër që kanë me skeptikët, që dakord, u harrua kjo që ata që s'do prekeshin tani janë prekur, tani po merren me fazën skeptikët, merren me fazën që po pasuritë asetet, aty fle lekuri. Edhe asetet, po të shohim rezultatin që zoti Dumani ka prezantuar, flasim për miliona e miliona dollar apo euro pasuri të sekuestruar ose konfiskuar. Sigurisht ju mund të thoni që nëse bëni një xhiro nëpër Tiranë mund të shohësh asetet e pasuritë të dyshimta që kanë një vlerë 10 fish apo 100 fish të asaj sekuestruar. Por nuk duhet të harrojmë se ku ishin deri dje. Pra deri dje as nuk shtrohej që të gjërat bëheshin, jo më tashmë që
Dhe në momentin që ato sapo filluan, nuk mund të presim çuditëra me shkopin magjik që i gjithë sistemi që është ngritur në këmbë këto 30 vite të zhbëhet me një të rënd lapsit, sepse ajo është një sistem i strukturuar mirë në arkun e 3 dekadave dhe nuk mund të zhbëhet për 1 muaj apo 2 muaj apo 3 vjet. Do kohën e saj që drejtësia e re të japi efekte dhe rezultate, të cilat t'i ndjejmë, t'i shohim dhe të përkthehen në mirëqenie, të kthyer mbrapsht shqiptarët e publikut nga ajo pasuri që është gravitur apo nga ato biznese të vënë në mënyrë të pandershme dhe të paligjshme. A ka një ndryshim Sokol ndaj qasjes që kanë tashmë qytetarët me krimin organizuar, pra është thyer pjesa e perceptimit të frikës, e nënshtrimit ose e mospërmendjes? Unë mendoj se ka një besim në rritje. Pra, para të punës hallka parë është që të krijohet një besim te institucioni që do të godasë krimin. Në momentin që krijohet ky besim, vetvetiu pra nga trysnia, presioni shoqëror dhe politik, nga pritshmëritë që krijohen mbi supën e këtij institucioni, ai vetvetiu do të jetë i detyruar që qytetarët tash me që i ka mësuar me kaq, duhet t'ju japin më shumë rezultate të pritshme që janë në përputhje me pritshmëritë e qytetarëve apo të politikës. Pra, sigurisht një segment i politikës mund të preferonte status quo, donte që të ndryshonin gjërat për të ruajtur atë plaçkën e vjedhur për disa politikanë të keq, për fatin e keq të Shqipërisë, por gjërat janë në lëvizje, nuk ka më status quo është në zhbërje dhe në fund ditës mendoj se ky është një rezultat i mirë për shqiptarët. Mund të jetë një rezultat i mirë për një segment saktuar të politikës, por jo për qytetarët shqiptar, dhe për vendin. E qartë. Po atë duke qenë se shqiptarët kanë një perceptim pozitiv për Spakun, i cili le të themi që ka bërë goditje qoftë në zyrtarëve të lartë dhe kryesisht kanë qenë të majtë, qoftë ndaj krimit të organizuar. Ndërkohë në sondazhe na del që pavarësisht se ka qef Spakun, pavarësisht do drejtësi, pra mbështet Partinë Socialiste. Tani këtu ka një inkoherencë, si e mendon Sokol, se ka një dikotomi. Është si të thuash për shembull që mbështesin policinë që të kapi Ajdutin, nuk e duam Ajdutin burg dhe në fund fare pastaj të votojnë Ajdutin për qenë kryetar bashkie. Unë këtë e shpjegoj me fakt. Pse është kjo dikotomi? Unë këtë e shpjegoj me faktin që shqiptarët e lidhin shumë partinë me individin. Kjo për fat keq vazhdon që nga koha e hoxhizmit, pra e diktaturës proletariatit, partia ishte lidhur me një figurë të qendrore të një personi. Shqiptarët kanë vazhduar ta kërkojnë këtë person të fortë në krye të partisë në këto 30 vite, e kanë gjetur një përkohësisht Kenano, pastaj te Berisha, tashmë i projektuar nga zoti Rama. Dhe kur shqiptarët flasin për Partinë Socialiste, e lidhin me personin e Ramës. Dhe Rama deri tani ka arritur mirë ose keq të krijojë përshtypjen sikur të gjitha ministrat e korruptuar për tij, ai nuk i mbron, i lëshon në momentin që ata kanë probleme me ligjin dhe ai vetë ka luajtur me kartën e personit që nuk është i përlyer në këtë aferë. Dhe për sa kohë do ketë vetëm perceptime apo dyshime apo fasheteme për mbi zotin Rama, vetëm të tilla. Kurse publiku mendon se mbase Partia Socialiste do bëjë një punë të mirë dhe ka një merit kjo reformë në drejtësi, për sa kohë ajo po godet në radhë të parë eksponentët e Partisë Socialiste. Dhe duke qenë se e lidhin pra me Ramën figurën e Partisë Socialiste, ata mendojnë se Rama po bën mirë. Por mendoj se ka një rënje popularitet që mbas 13 vitesh, domos gjithë kryeministrave të hetuar apo të dënuar apo të arrestuar, nuk mund të gëzosh për reputacionin që kishte para 2013. Kur erdhën si revolucionar për të ndryshuar gjërat. Disa gjëra janë ndryshuar, disa kanë nevojë komo të ndryshojnë. Po në tërësi nuk mendoj se reputacioni i Ramës ka ngelur i paprekur nga njollosja e gjithë rrethit të tij të ngushtë të partia apo në qeveri. Por mbizotron ajo karta e tij që ai vetë i lëshon njerëzit kur kanë probleme me ligjin dhe që ai ka kontribuar që kjo të ndodhë. Shqiptarët e besojnë këtë, duam apo s'duam ne, dhe kjo është shpjegimi që unë mund t'i jap për këtë pjesë. Dhe kjo nuk është një konsiderat, është konstatim që unë bëj. E qartë. Atëherë ajo që ngel për tu parë, Sokol, është që a do vazhdoj goditja politike e zyrtarëve të lartë, goditja politike kam në kuptimin politike iniciuar nga politike, por goditja ndaj politikës, ditën e zgjedhjeve dhe gjatë procesit numërimit nga Spaku, sepse ne dim që një nga fenomenet kryesore është ndryshimi i vullnetit ose tjetërsimi i votës. Këtu Spaku ka një sfidë të madhe, Sokol, për 11 majin?
Spaku ka një sfidë madhe sepse edhe kjo është diçka e mbartur dhe që do të kohë që të shqitet qoftë nga mentaliteti i partive, qoftë edhe nga individët të frikësuar nga ligji. Për sa kohë që kjo ka ndodhur dhe ligji ka qenë inekzistent, qytetarët nuk kanë atë deterrentin precedent që të kenë frikë të veprojnë. Ndërkohë që nëse strukturat legislatuese apo të drejtësisë veprojnë me dorë të hekur ndaj këtij fenomeni të vjetëruar dhe të mbrapsht, sigurisht që frika e ruan vreshtin dhe do të funksionojë si faktor frenues, qoftë për politikën, qoftë për ata ato hallka që përdoren nga politika për të bërë manipulime të tilla të vogla. Pra nuk është unë nuk pres si Spaku të arrestoj politikanin me festë që po shpërndan para apo miell në kohë ditën e votimit apo çik para saj. Por pres që njerëz me të ardhura të pakta të përdoren nga politika për të ndikuar në votë. Dhe këtë mendoj se nuk e bën vetëm partia në pushtet, mendoj se e bën i gjithë spektri politik, ne këtu jetojmë dhe kemi parë raste nga të gjitha palët. Çështja është kush e bën më shumë, dhe gjithsesi unë nuk mendoj se në Shqipëri zgjedhjet kanë fituar sepse është blerë gjithë vota me lekë. Këto ndikojnë në një masë të caktuar për një X deputetë lista e hapur apo për X vota në total në rang republike, por nuk mendoj se edhe makineria e qeverisë në potencialin e tërë të saj e përdorimit të tërë aparatit shtetëror apo të gjithë fondeve të errëta private, nuk mendoj se ndikojnë 100% për të ndryshuar për të konsoliduar qëndrimin pushtet apo për të ndikuar rrëzimin pushtet. Ato ndikojnë në një masë të caktuar, janë të dënueshme dhe gjithsesi sikur thash nuk pres si Spaku të arrestoj politikanin me fesë me para, por në një fat keq, në një viktimë të sistemit politik mund të bjerë në pranga e audit. Gjithsesi, shembulli duhet dhënë që ky element të vi duke u paksuar derisa të zhduket një masë të mirë. E qartë. Sokol, për ta përfunduar, dua mendimin tënd si një intelektual që në vlerësoj dhe një njohës shumë i mirë i realitetit politik. Çfarë pretit mbas 11 majit që do mendoje si diçka pozitive? Unë për shembull pres se të votohet elita e re politike ose ndonjë forcë e re politike. Unë si marxist. Po ju? Po. Marxist jo të nisën nga dëshirat, sigurisht që në demokraci çdo kush dëshiron që elitat të qarkullojnë, që qeveritë të ndryshojnë, në këtë mënyrë janë dhe më të përgjegjshme, janë dhe më të kontrollueshme nga elektorati dhe nga publiku dhe nga parlamenti. Por nëse vim të real politika, të sondazhet dhe tek ajo që shohim në terren, unë mendoj që edhe nëse nuk do të ketë një rotacion politik, vimësia e qeverisë aktuale do të jetë më e kontrolluar dhe në parlament nga një parlament i ri ku do ketë elemente të reja pozitive, të cilat do ta bëjnë më të mirë kontrollin e qeverisë, do të rrisin presionin ndaj saj, do të shkëmbejnë në këtë mënyrë më mirë qytetarëve, duke përmirësuar, kritikuar qeverinë dhe duke me më tepër llogaridhënie, pra elemente të rinj, të ngazëllyer apo të pastër dhe të pandikuar nga politika e vjetër e 30 viteve, do kenë një impakt të ri në parlament. Unë shpresoj që kjo të ndodhë, unë shpresoj të ketë sa më shumë gjatë të ri në parlament nga partitë e reja dhe kjo mundoj se do t'i shërbejë parlamentarizmit dhe demokracisë në vend. Qartë. Të falenderoj shumë Sokol për këtë pjesëmarrje në lidhje drejt për drejt, pavarësisht se ishte e shkurtër për shkak të angazhimeve të tua. Do dëgjojmë javën që vjen sepse priten ngjarje të reja me të cilat kam dëshirën dhe kënaqësinë të diskutoj me ju. Turoj punë të mbarë dhe faleminderit. Gjithashtu, faleminderit më pas. Mirë miq, ky ishte emisioni TikTok për ditën e sotme. Ne u morëm me realitetin politik shqiptar, sepse jemi në një fushat tashmë të hapur zyrtarisht, po ashtu sondazhet kanë filluar të mbarin kampionet e tyre dhe të nxjerrin rezultate paraprake deri në këto ditë të curie dhe gjithashtu kishim edhe lidhjen e raportit të sistemit drejtësisë me politikët, me qytetarët dhe gjithashtu të gjithë angazhimin që ka pasur zoti Dumani si kryetari i Spakut, po dhe veprimtaria funksionale administrative e Spakut. Ju ftoj të na ndiqni sërish ditën e nesërme me të ftuar të tjerë me tema të tjera interesante. Deri ditën e nesërme nga unë Marsit Gupi këtu në TikTok në NTV Televizion, ju uroj një fundjavë të këndshme dhe një të mbarë. Mirupafshim.